Sa i përket liberalizimit të vizave, ju do t'jeni dëshmitar që për 15 muaj edhe kosovarët do të lëvizin jashtë vendit. Mirë, është premtimi famshëm që e keni dhënë. Për te këtij debatit dhe për te zgjedhjeve. Në vitin 2012 ne kemi marrë udhëheqësin për liberalizimin e vizave. Në qershor të 2012-s. Jo përmendën një raport të janarit të 2013-s. Në fund të qershorit të 2014-s publikohet raporti i cili do të konstaton se qytetarët e Kosovës mund të votojnë pa viza, se krejt kriteret janë plotësuar. Dhe nëse vendet e rajonit e kanë fillu 2008-ën, kanë përfundu masandej 2009 ose 2010 në Shqipëria dhe Bosna të fundit, ndërsa disa vendet e tjera dhe ma herë. Kështu që unë jam më i sigurt se këtë vit me institucionet e reja të BE-s, pas zgjedhjeve të 25 majit, të cilat u majtën javën e kaluar, do të merret vendimi që qytetarët e Kosovës të votojnë pa viza. 2010-ën ka qenë shumë larg, se në 2010-ën s'kem pas as proces. Pse me ju besu tash, kur 2010-ën se keni marrë fjalën? Pse me ju besu tash? Ne kem kry shumë punë, të cilat janë dëshmia më e mirë që tash do t'i besoni punës tonë, jo premtimeve tona. Që to nuk e keni kry. A kem thënë edhe në 2010 bojën plot e keni pas me liberalizim vizave. Në 2010-ën e keni dhënë këtë premtim bojën plot me te e keni pas. A kem thënë që do ta përmbyllmi procesin e negociatave për në shkrimin e marrëveshjes. Kur sakt, si vjet po thuni? E kem përmbyll, veç nëse si keni dëgjuar Jo, lajmet. do ta përmbyllni. Kur do t'i kemi? Me 2 maj e kem kry. A kem thënë që do ta bashkojmë Mitrovicën me dialog. Ju e keni kry, po ne s'po mund të udhtojmë. Ne nuk po mundemi me udhtu. Ne nuk po mund të udhtojmë. Ju po thuni që e keni kry punën, e ne nuk po mund të udhtojmë. Kur do të mund të udhtojmë në Evropë? Shumë preciz, shumë i ndershëm, shumë i hapën. Në qershor të 2012-s ne ke marrë udhëheqësin. A keni qenë të ndershëm edhe para 4 vjetëve, kur e keni dhënë? Në atë kohë ma shumë ka qenë tema e marrjes së udhëheqësit se sa liberalizimi. E ndigjuam sa ka liberalizimi vizave. A me lshuapet? A e ndigju çka tha? Une jam i qartë pra se çfarë do të tallmen dhe mos citoni raportet e janarit të 2013-s, se 2013 është larg, ne jemi 2014-ën. BE-ja ka dërgu një ekip i cili ka vlerësu punën. Apo e premtoni në 2014-ën që ka mu bu liberalizimi vizave apo jo? Vendim. Udhëtimi në 2015-ën. Vendim. Kjo është premtimi i ri. Do t'ju jap fjalën, po s'pari ta ndigjojmë